7 janar, Ungjilli I shfaqur në jetë. Vetëm jetoni si qytetar në mënyrë të denjë për Ungjillin e Krishtit. Filipianëve 1:27. Mënyra se si vishemi, mënyra se si buzëqeshim ose ngrysemi, mënyra se si e paraqesim veten, toni dhe përmbajtja e të folurit ton. Çdo ditë, ne u bëjmë vazhdimisht deklarata njerëzve që na rrethojnë në lidhje me atë që ka vërtet rëndësi për ne dhe se ku qëndron me të vërtet jeta. Për të krishterët, deklarata të tilla duhet të jenë në harmoni me Ungjillin. Kështu, Pali u bëri thirrje filipianëve për të mbushur hendekun mes besimeve të tyre dhe sjelljes së tyre, mes kredos që rrëfenin dhe sjelljes që shfaqnin. Thirrja e Krishtit për ne sot nuk është e ndryshme. Megjithatë, sado të pjekur të jemi në besim dhe sado ta mbushim hendekun, ka gjithmonë më shumë për të bërë. Fraza e Palit, jetoni si qytetar, vjen nga folja greke politeueste, e cila përkthehet si silluni. Rënja e kësaj fjale vjen nga polis, që do të thotë qytet, dhe na jep fjalë të tjera si polici dhe politik. Në një kuptim shumë real, Pali është I shqetësuar për qytetarin dhe sjelljen e krishterë. Kur kuptojmë se jemi banor të qytetit të Perëndis, mësojmë se çdo të thotë të jetojmë si të huaj dhe ambasador në atë qytet tjetër, në qytetin e njeriut. Kur e mbushim hendekun mes besimit dhe sjelljes, të tjerët do të parashijojnë qiellin përmes ndërveprimeve të tyre me ne. Pra, ç'lloj deklarate duhet të shpallin veprimet tona? Thjesht këtë. Ungjilli I Krishtit është ungjill dashurie. Ne e shohim këtë në fjalët e Gjonit. Në këtë është dashuria. Jo se ne kemi dashur Perëndin, por sa Ai na deshi dhe dërgoi birin e Tij si shlyerje pajtuese për mëkatet tona. Të dashur, nëse Perëndia na deshi kështu, edhe ne kemi për detyrë ta duam njëri tjetrin. 1 Gjonit 4, 10 deri në 11. Me fjalë të tjera, ashtu si Perëndia na do ne, kështu duhet t'i duam edhe ne ata që na rrethojnë. Madje edhe ata që ne ose të tjerët priremi për t'i parë si antipatik ose jo tërheqës. Dhe këtë duhet ta bëjmë me shpresë dhe gëzim. Ky mesazh dashurie është sfida që na jep Pali. Jo thjesht në fjalët që thua, jo thjesht në veprat që tregon, por në më të pavetëdijshmen mënyrë, jeta jote është për Krishtin pasqyrë. Prandaj ndaloni dhe mendoni se si do të visheni sot, se kur do të buzëqeshni dhe kur do të ngryseni sot, se si do të silleni sot dhe cili do të jetoni dhe përmbajtja e të folurit tuaj sot. Ç'lloje deklaratash po I shpallni botës, qofshin ato të denja për ungjillin e dashurisë.